Nuk e kuptoj mendjen e shqiptarit. Unë them, student ai nuk dinte të komunikon. Bravo, mbaroj provimin ai më merr mua në telefon. Unë e mbarova provimin. Kur do bëjmë ne? Me ke po bisedoni thash. Ti instruktore? Po. I thash unë, të lutem, mos më merr më në telefon. I gjej ndonjë tjetër. Çka na komunikimin? Ti nuk ke respekt në komunikim. Si do kesh respekt? Këtu më vinte ai më thoshte, profesor, unë e kam mësuar makinën a babaj. Ku di unë? Kur që andej, vjen të dëgjon ty, thoshte prindi, pa dhënë ti firmën nuk i jap makinën. E kuptoni sa larg jemi. Unë shpjegoja teorinë, po me rregullat e Bashkimit Evropian. Ai thoshte, që duam rregullat e policit, se këtu si njohin as policët të rregullat. Që dua unë vinte ai pronari më thoshte, aty leco, edhe i këta ne duam paran. E kupton ku kemi shkuar ne te paraja, para nuk sjell asgjë.